Atëherë, unë jam pasivizuar në vitin 2020. Pas pasivizimit i kam ndjekur hapat ligjor, duke dërguar ankesën në Ministrinë e Punëve të Brendshme në gjykatën administrative dhe të gjitha këto janë përgjigjur negativisht. Pastaj kom dorëzuar në së fundmi, domethënë në gjykatën kushtetuese, duke kërkuar që të di se a kam shkelje të drejtave të njerit apo jo. Gjykata kushtetuese ka nxjerrë vendim që nuk ka shkelje të drejtave të njerit. Dhe pas shterrimit të gjitha instancave të gjyqësorit në Serbi, kam vazhduar domethënë në gjykatën e Strasburgut me ndihmën e avokatit Drinit. Është një hap shumë i rëndësishëm dhe shumë i madh për gjithë ata të cilët janë prekur nga kjo çështje. Është profitabile, domethënë për të gjithë ata të cilët janë prekur. Për mua ka qenë jo vetëm një rast individual, por ka qenë një mision kombëtar që unë kam dashur që kjo çështje të shkojë deri në fund dhe të dokumentojmë dhe të dëshmojmë që ne domethënë kemi jetuar atje, domethënë i kemi shtëpitë tona, i kemi pronat tona, i kemi familjet tona dhe adresa domethënë është një shkelje e drejtave të njerit, një drejtë elementare. Normalisht që është një sukses shumë i madh që një shqiptar të dërgojë domethënë landën deri në gjykatën e Strasburgut dhe uroj që gjykata e Strasburgut të nxjerrë një vendim pozitiv, sepse pastaj do të kenë lehtësira edhe për qytetarët tjerë të cilët janë të pasivizuar, sepse kanë hezituar të ndjekin hapat ligjor, edhe do të jetë më e lehtë edhe për ata.